derisa arrita të kuptoj në momentin që është shirk, gjë e tillë është shirk dhe ne duhet të qëndrojmë larg, sepse këta njerëz që merren me fallë, me filxhane të tjerë, ndoshta nuk e kuptojnë ose ndoshta e kuptojnë dhe e kanë zgjedhur vetë që pranë tyre ka gjinde të këqija, gjinde që nuk janë, sepse jo të gjithë gjindet janë të këqij, po edhe ato janë krijuar për të adhuruar Allahun si njerëzit, por janë disa gjinde që thjesht manipulojnë ato momentet njeriut dhe njeriu zgjedh të ndjek dhe për përfitime personale apo ku di unë, dhe shoqëria e ka më të lehtë për të besuar një fallxhore, dhe thash nuk mund të gjykoj kush e ka provuar, unë e kam provuar vetë, kështu që dhe është një pjesë e, si ta themi, e errët që nuk do doja ta përsërisje, sepse është një, prandaj dhe Allahu e ka ndaluar shirkun, sepse kjo quhet shirk. Është diçka që nuk duhet bërë, sepse po ti shohësh të gjithë këto që merren me falle, me gjëra, ti shohësh jetën e tyre, e kanë shumë të keqe, sepse çfarëdo që ato mund të fitojnë për momentin i ikën. Ato thrasin gjërat e këqija, ato janë të rrethuar nga gjëra negative rreth e qark, ato rrethohen nga përshpërimet e djallit, sepse nuk ka asnjë gjë të mirë brenda këtyre shtëpive. Dhe mbaj mend një herë kur kam qenë që shihja korniza, ikona, apo në përgjithësi nuk është se kam parë kam dëgjuar për disa që hiqen si hoxhallar dhe ndërkohë bëjnë stoli varse e kështu bizylyk dhe njerëzit të besojnë. Këto larg këtyre gjithashtu, sidomos larg këtyre që citojnë Kuranin dhe ndërkohë bëjnë hajmali e gjëra, nuk është e vërtet, nuk janë gjëra të vërteta. Mbaj mend në shkollë kur isha sillnin nga këto si i mbështillnin me letra në formë trekëndshi dhe i bënin si varse, dhe kur i hapje siç kishte ca shkrime të çuditshme, dhe këto ishin magji, domethënë, dhe magjit ekzistojnë sigurisht, dhe vetë profeti ka qenë prej atyre, por prandaj namazi, prandaj përmendja e Allahut, sidomos namazi, gjithë duke i bërë të 5 vaktet, njeriu është i mbrojtur. Duke lexuar Kuranin, njeriu është i mbrojtur, por sigurisht njerëzit nuk është se janë